Të nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha. Do të ndalim në këtë takim të radhës mbi një aspekt të cilin nuk e kemi trajtuar në këto emisione të cilat kanë kaluar dhe jemi gati në mesin e muajit Ramazanit. Kemi folur kryesisht për adhurimet, për shpërblimin, për sevapin, për mëshirën e madhe që ka në këtë muaj, për shkollën dhe trajnimin në cilën agjëruesi dhe besimtari kalon në këtë muaj Ramazani, ku kultivon shumë vlera dhe shumë virtyte. Ndërsa sot do të flasim për moralin, për etikën dhe estetikën, nëse mund ta themi për qytetarinë. Në fenë islame, po dhe në muajin Ramazanit, ka këshilla, ka orientime, ka porosi që besimtarin e ngren në nivel tjetër edhe po themi në mënyrën se si komunikon, edhe në mënyrën se si vishet, edhe në higjienën e tij, edhe në komunikimin me të tjerët. Dhe për gjitha këto ka porosi fetare, ka orientime fetare, qiellore, hyjnore. Por cilat janë disa më specifike? Çfarë rëndësie dhe peshe ka kjo edhe në dimensionin shpirtëror? Gjitha këto ne do t'i trajtojmë me hoxhën nderuar Sakol Kondakçi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjejmë. Faleminderit për ftesën. Hoxh, Ramazan begat për ju edhe pse si thash tashmë është muaj gati mesi i muajit, Zoti ja pranoft. Amin. Inshallah qoftë muaj agjërimi let, i begat dhe i pranueshëm për gjithë inshallah. Edhe të arrijmë qëllimit. Kjo është e rëndësishme. Amin. Ndërkohë, siç thash, në fenë islame ka porosi të cilat lidhen me etikën dhe me estetikën e besimtarit. Lidhen me mënyrën se si komunikon me të tjerët, mënyrën se si ndërton raportet me ta. Çka ka të bëjë shpesh me integritetin e tij, me po themi raportin që ai ndërton me të tjerët. Po për gjitha këto ka porosi fetare, ka porosi kuranore dhe hadithe profetike. Pa duke se kanë pesh dhe shpërblim apo sevap të madh nëse realizohen në mënyrën siç duhet. Përse kjo, ose si mund ta trajtojmë në këndvështrimin fetar qytetarinë, nëse mund ta themi kështu? Është shumë e vërtet, është e drejtë që agjërimi i muajit Ramazan nuk është thjesht një ibadet ose një adhurim me cilin vetëm ne afrohemi tek Zoti duke u larguar nga ngrënia dhe nga pirja, patjetër që agjërimi dhe jo vetëm agjërimi është i lidhur me, si thuash, një sër kriteresh ose kushtesh, nëse duam ta shprehim kështu, të cilat i bashkangjiten këtij adhurimi, pra këtij ibadeti siç është agjërimi i muajit Ramazan, dhe këto përbëjnë kriter, si thua, ose kusht për mbushja këtyre kritereve, përbëjnë kusht për pranimin e këtij adhurimi ose ibadeti. Pra, me pak fjalë mund të themi që agjërimi i muajit Ramazan nuk mund të jetë i plot, nuk mund të jetë i mirë, nuk mund të jetë i pranuar tek Allahu xhaleshanu nëse nuk përmbushen kriteret. Dhe neve do t'i trajtojmë pak a shumë kriteret se kush janë. Unë desha të bëj dhe një, si thua, të zgjeroj pak më shumë, të dal pak edhe nga muaji Ramazanit, të flas edhe pak për natyrën e ibadeteve dhe kushteve të tjera të Islamit. Po flasim për frymën islame. Po, frymën islame pra ka porosi të posaçme mbi atë që quhet etika apo morali, e cila ka pesh dhe rëndësi. Tek agjërimi po ta fillosh që nga fjala, për shembull, shahadeti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, dëshmoj se s'ka zot tjetër dhe përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij, këtu ti ke hyrë vetëm sa ke hyrë në Islam, ke hapur derën. Ky Chelsea. Ke hapur derën me Chelsea në dorë, dhe ti çfarë ke bërë? Thjesht ke shqiptuar me gojë atë që ti ke kohë që e ndjen me zemër dhe ke bërë një deklaratë dhe me këtë deklaratë futesh në Islam, pra ke hapur derën e Islamit dhe e futur brenda. Po paralelisht ke pranuar një doktrinë të tërë, një porosi hyjnore, e cila hyn dhe në këto himtësi pastaj të jetës njerëzore. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që me pranimin e kësaj ke pranuar një paketë plot, pra një fe e cila është një sistem i plot, me vlerat e veta, me moralin e vet, pra me parimet e veta. Dhe ti tani nga momenti në moment kur ke hyrë në Islam pret të gjitha obligimet ose parimet islame, detyrat që kemi ne, pret që nga fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pra besojmë tek Zoti dhe besojmë tek profeti Muhammed, që është i dërguar i tij, pra çdo gjë që do të vijë nga Zoti. Dhe profeti Muhammed ti je i gatshëm që ta presësh. Pra kjo është hapja derës. Ndërkohë le të flasim pak për moralin specifikisht, në aspektin më të ngushtë. Në një kohë të paturp,
morali bëhet më i brisht. Ndërkohë besimtari jo vetëm që udhëzohet dhe orientohet që të jetë i moralshëm, të ruaj moralin e tij, nderin e tij, por se dhe ta kultivojë atë në shoqëri dhe ta përhap atë sa të mundet. Pa të jetë një model. Të jetë një model i cili të përçojë modelin islam tek në lufton shoqëri. për të përhapur moralin në shoqëri. Edhe për të kundërshtuar ato sjellje të pamoralshme të cilat ne i shohim gjithnjë më tepër në show televiziv, në rrugë, po madje shpesh edhe në institucione. Ku e gjen besimtari frymëzimin për ta ruajtur moralin e tij në një kohë kaq të vështirë, po edhe për të qenë një përhapës i saj. Shumë mirë. Atëherë, siç e thash pak më parë që lidhja e një adhurimi, pranimi ose mos pranimi i tij varet nga përmbushja e disa kritereve, që këto janë kritere morale, që kanë bërë me sjelljen e përditshme, duke filluar nga e folura, duke filluar nga fjalët janë të mira apo të pista, siç flasin rëndom në rrugë rinia, kemi parë sot në çdo dy fjalë që flasin të rinjt, një është fjalë e pisët, ose në çdo 3 fjalë një është e pisët. Domethënë një edukat, pra edhe nëse të qëllon që të ulesh në një kafene për të konsumuar një kafe, do gjesh një grup të rinj, qoftë para apo mbrapa, që janë duke bërtitur me zë të lartë dhe në çdo 3 fjalë apo 4 fjalë, apo ndoshta pak më pak edhe më shumë, njëra është e pisët dhe ambienti është shumë i ndotur. Pra në shoqërinë shqiptare ambienti është shumë i ndotur, nga sjelljet e ulta, nga fjalët e pista që përdoret, nga morali i ulët, nga prishja e moralit, në fakt, e cila, siç e përmendët e ju, është e nxitur nga emisione televizive, të cilat në fakt janë të importuara nga një botë tjetër, e cila në fillim nuk përshtatej fare me tonën, por deshën ata që merren me median dhe me programet e show-ut, për shembull, duan që patjetër të fusin në Shqipëri për shkaqe nga më ndryshme, qofshin edhe financiare ose komerciale, të fusin diçka që nuk bën për këtë shoqëri. Pra që nuk i vjen një rrobë që nuk i vjen mirë kësaj shoqërie. Dhe rezultati, pra duket sikur ka një denigrim deri diku edhe të organizuar për interesa të caktuara, kryesisht ekonomike, po që kanë dëmtuar hapësirën publike. Siç lidhet përhapja e të keqes sot, nuk është kusht që ti jesh dakord 100% me ideologjinë e të keqes, siç mund ta kenë disa ideologë ose disa njerëz të cilën duan ta shtyjnë njerëzimin drejt shturjes dhe drejt degradimit për interesat e tyre që kanë interesa, që njerëzit i kthejnë në bagti, që njerëzit i komandojnë, që njerëzit jenë materialistë, njerëzit mos kenë një pikë të fortë, një besim ku të mbështeten, mos kenë parime morale, mos kenë kufi, mos kenë të shenjtë, mos kenë diçka të shenjtë ose diçka, një referencë të shenjtë, të fuqishme, e cila gjithmonë i ndërgjegjëson dhe u hap sytë atyre. Jo domosdoshmërisht mund të jesh si ata që e kanë thelb këtë ide. Njeriu ndërvepron, joshet, përballet me situata të ndryshme, kur siç thash, shpesh paturpësia është bërë publike. Është bërë norm publike. Ku e gjen besimtari forcën që jo vetëm të ruaj moralin e tij, por se edhe të jetë një aleat i vlerave, po thej morale, dhe një kundërshtues i paturpësisë. Atëherë është e qartë. Shiko, normalisht duhet të themi që ka interesi i besimtarit musliman për të mos u bërë pjesë si themi neve e sistemit të antivlerave, i cili mbizotron faktikisht në ditët e sotme, interesi i besimtarit është që ai mund bëhet pjesë e kësaj dhe mund të ketë fitime, përfitimet e dunjas, siç kanë të tjerët, janë bërë pjesë e këtij sistemi. Një besimtar musliman ka interes më të lartë që ai të fitojë kënaqësinë e Zotit të tij. Dhe pikërisht kjo, siç ma bë pyetjen pak më parë që ku e gjen frymëzimin besimtarit musliman, pikërisht tek besimi tek feja islame dhe mbështetja e tij tek Zoti dhe shpresa që ka ai tek Zoti i tij për të shpërblyer qoftë në këtë botë me të mirat e kësaj bote, qoftë edhe në botën tjetër me xhenet. Pra, nuk duhet që besimtari musliman të sakrifikojë botën tjetër e cila është i themin e amshueshme, pra, është pa mbarim me diçka të përkohshme të kësaj bote. Dhe këtu pra buron frymëzimi i besimtarit musliman. Është pikërisht dhe sjelljet e morali i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilat, pra kjo sjellje e cila e inspiron besimtarin musliman, e bën atë që të jetë shembull me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka një hadith ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nxit për moralin e mirë dhe thotë: njerëzit të cilët do të jenë më afër meje në ditën e gjykimit ose në xhenet,
janë ata që kanë pas moralin dhe sjelljen më të mirë. Pra këtu nuk kupton sjellja, etika, Të gjitha. Kur themi marrëdhënie që kanë ndërtuar me njerëzit, me veten, pra jo vetëm në aspektin e nderit, se ndoshta dikush mund ta kuptojë si moral. Kur themi moral, themi normat e moralit islam. Normat e sjelljes. Normat e sjelljes, normat e moralit islam, përfshihet sjellja e mirë, fjalët e mira, përfshihen korrektësia jote, fjala e dhënë, mbajtja e fjalës dhënë, të qenit i sinqert, të qenit domethënë burr, ai që mban fjalën dhe nuk tradhton. Por kemi një hadith i cili duket i mrekullueshëm ashtu si çdo hadith tjetër, po që na tërheq vëmendjen, duket sikur na nxjerr nga xhamia. Pra profeti thotë më i miri për jush është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Pra ai që është më pranë njerëzve dhe nuk ka thënë ai më i miri për jush është ai që falet më shumë, edhe pse ne dimë që falja ka shumë vlerë, ka shumë dobi, ka shumë sevap. Çfarë nuk kupton ky hadith dhe të ngjashme me të, që besimtari i mirë, pra besimi i lartë është ndihmën ndaj të tjerëve. Atëherë, nuk mund kuptohet një besimtar musliman i mirë. Kur themi besimtar i mirë, nuk mund kuptohet vetëm se ai është shumë i përkushtuar tek pjesa e faljes namazit, tek agjërimit, tek zekati dhe të gjitha obligimet tjera islame. Kuptohet, pra me këtë hadith kuptohet që muslimani i mirë nuk është vetëm ai që afrohet me Zotin e tij, por është ai që afrohet me njerëzit. Pra krijon afrimitet dhe ura komunikimi me njerëzit e tjerë në shoqëri. Dhe që tani po kalojmë nga, si themi, të qenit i dobishëm për veten tënde, qoftë edhe përmes adhurimit, sepse njeriu në fund fundit ai përfiton. Po bën detyrën e tij ndaj Zotit, një obligim. Tash po dalim tek një detyrë tjetër që mund ta ketë besimtari, që e ka besimtari musliman, që do të thotë të qenit i dobishëm në shoqëri. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e nxit pra besimtarin, i cili mund të ketë një botkuptim krejt ndryshe për realitetin, se si mund të jetë i mirë apo si mund të jetë i keq. Mund ta quajë veten i mirë ose i keq mënyrën se si qaset adhurimeve dhe marrëdhënien që ka me Zotin, dhe nuk i shkon në përmend që ai ka dhe detyrime ndaj vëllezërve të tij dhe njerëzve të tjerë dhe shoqërisë ku ai jeton. Dhe kjo është arsyeja që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e nxit dhe thotë që do që ti jesh besimtar i mirë, po. Krahas adhurimeve, krahas ibadetit dhe afrimitetit që krijon me Zotin, ti duhet krijosh afrimitet, sepse feja islame, siç e dim të gjithë, është një sistem i plot jetese, dhe neve nuk mund ta kuptojmë atë pa ndërtuar një islam këtu në tokë, se ne shpesh herë flasim për shpërblimin dhe për xhenetin. Por nuk mund të kalojmë në xhenet pra pa pasur menjëherë, si themi, me një urë e cila anashkalon dunjan dhe jetën e kësaj bote. Dhe për këtë flasin dhe të gjitha ligjet e sheriatit ose të ligjet islame që kanë zbritur për të zbatuar në tokë. Nëse nuk do të ekzistonin këto ligje, atëherë do të thonim që jeta e botës nuk ja vlen që të organizohet në mënyrë të bukur dhe të mirë, dhe muslimanët kontribuojnë me sjelljen e tyre, me angazhimin e tyre, me, si themi, solidaritetin e tyre, me të gjitha çka munden për ndërtimin e një shoqërie të mirë ku ne të jetojmë të lumtur në këtë botë dhe pastaj të fitojmë në botën tjetër ato që na është premtuar, që quhet xheneti i begat, që është për të gjithë. Unë desha të përmend edhe një hadith tjetër që është shumë interesant faktikisht. Është në vazhën e këtij hadithi që ju përmendet. Pejgamberi ynë i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që nëse do t'i shkosh një muslimani pas për ta ndihmuar në hallin e tij, pra do të shkosh pas t'i derisa t'ia kryesh hallin, kjo është më e mirë se sa të rish në itikaf në xhamin time. Ta në 40 ditë. Pra të rish 40 ditë duke bërë adhurim në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është, si themi, xhamia e pejgamberit, sevapet e adhurimit janë shumë. Pra ka më shumë sevap ndihma ndaj nevojtarit se sa falja për 40 ditë. Atëherë ka thënë, ky lloj krahasimi na tregon shumë mirë dhe shumë qartë që sa vlerë ka të qenit pozitiv për muslimanin dhe i dobishëm në shoqëri, një lloj siç ka vlerë pra ajo pjesë e kohës të cilën ai e kalon në adhurimin e Zotit me ibadetet dhe obligimet që ne i përmendëm pak më parë. Ndërkohë, nëse referohemi jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam, shohim që
Normalisht ka qenë njeriu më fisnik, më i ndershëm, më i veçantë në të gjitha detajet e jetës. Po përveç se ka qenë i tillë dhe muslimanët frymëzohen nga, do të thënë, nëse mund të themi shumë nga stili i jetesës së tij, frymëzohen edhe nga këshillat e tij, dhe nga parimet e tij, dhe nga porositë e tij, të cilat shpesh nuk lënë mangut edhe porosi se buzëqeshja është sadaka, se pastërtia është gjysma e besimit, se mënyra të qëndruarit në rrugë, pra aspekte që kanë të bëjnë shpesh me higjienën e personit, me estetikën e tij, me fisnikërinë e tij, me qytetarinë e tij, mënyrën se si ndërton raportet me veten dhe me ambientin. Ndalemi pak, çfarë mund të na thoni më tepër mbi këtë dimension? Patjetër që pejgamberi i dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i kompletuar si njeri, ndryshe ai nuk mund të ishte profet, dhe kjo përshkruhet qartë në përshkrimet që kanë bërë sahabët, shokët e tij të nderuar dhe fisnik, Zoti qoftë i kënaqur me ta, rreth sjelljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sjellja e tij është, kur e kanë pyetur Aishën, Zoti qoftë i kënaqur me të, kanë thënë si ka qenë sjellja e profetit. Ka qenë, thotë, sjellja e tij Kur'an. Kur'an do të thotë që ai ka qenë njëri i mrekullueshëm, njëri i përkryer. Por nga gjërat që bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë implementimi i Kuranit në jetën e përditshme. Po, në jetën e përditshme. Ka qenë njëri i qeshur. Për shembull, kur folet për muajin Ramazan, në hadithet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte si ai fladi pranveror, domethënë i lehtë në ngritjen e tij, apo në dërgimin e vetes tij, ose në kryerjen e nevojave të njerëzve, ose shkuarjen e tij pas njerëzve për të kryer nevojat e tyre. Ka qenë shumë i lehtë. Kishte njerëz që thonin që shkoni pranon Islamin se profeti, se Muhamedi jep gjithçka që ka, është njëri shumë bujar, shumë xhumert. Ka qenë njëri i buzëqeshur, ka qenë njëri fjalë ëmbël, njëri i cili sillej mirë me njerëzit dhe nuk zemrohej me ta. Dhe shpesh herë justifikonte në veprimet e tyre edhe kur ata ishin gabim. Dhe kjo bënte atë një njeri shumë të lartë, një njeri mbi njerëzit e tjerë, i cili mundet të pranojë të gjithë ata muslimanë, të gjithë ata njerëz që pranojnë Islamin, mund t'i pranonte me të gjithë, si thua, mangësitë e tyre, me problemet e tyre, pra ishte një edukator. Kjo, për të folur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për cilësitë e tij, pra dhe etikën e tij dhe estetikën e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pastër. Bile thotë, në lidhje me estetikën, thotë vishni rrobën e bardhë sepse është një rrobë pra e mirë dhe e bukur. Pra e bardha ka pastërti. Pra na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ne të veshim rrobën e bardhë. Rroba e bardhë simbolizon pastërtinë, të pastrën. Po ashtu përmes mënyrës se si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë edhe me abdesin, qoftë edhe me gusulin, qoftë edhe me pastrimin e dhëmbëve, në përdorimin e mizvakut ose të furçës, ai është furçë natyrale faktikisht. Por pejgamberi alaihi salam thotë, do t'ju urdhëroja, thotë, për pastrimin e dhëmbëve, thotë, në çdo namaz, thotë, do t'ja kisha bërë, si thua, obligative, pjesë të namazit, pjesë faljes, pra. Thotë, por duke parë se mund t'ju rëndoja me këtë gjë, atëherë e kam lënë. Pra mizvakun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas përdorur dhe kur përshkruaj, si thua, cilësitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhëmbët e tij e bardha si ruaza, dhe fytyra e tij e qeshur, rroba e tij e pastër. Pra që të gjitha këto i kanë dhënë frymëzim muslimanëve, dhe muslimanët çfarë kanë bërë pas pejgamberit alayhis salam, me frymëzimin që kanë marrë nga Kurani famlar dhe nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kanë ngritur një qytetërim të madh të Islamit, qoftë në Bagdad, qoftë në Andaluzi, dhe mund të përmendim pastërtinë e rrugëve, veshjet e bukura që tregtoheshin atë kohë, që i kishte zili gjithë Europa dhe gjithë bota, shkonin bënin tregti në Andaluzi, rrugët e pastra, rrugët me kaldrëm, stili shtëpijave, deri tek arkitektura, ndriçimi i rrugëve, pra sjellja e ujit pishëm nëpër shtëpi dhe ujit të rrjedhshëm dhe shatërvanet. Duke kanë qenë porosi profetike të thjeshta, po cilat pastaj kanë ngritur civilizim dhe qytetërim, të cilin pastërtinë pastaj e kanë ngritur në nivel, po themi, civilizimi dhe jo thjesht etike personale. Normalisht që muslimanët janë frymëzuar nga hadithet e profetit Muhammed alayhis salam në lidhje me pastërtinë, në lidhje me higjienën, në lidhje me etikën, me estetikën e besimtarit musliman. Ne kemi një hadith tjetër të profetit, i cili thot: Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal.
është një hadith shumë i përgjithshëm nga ku muslimanët mund të kuptojnë çdo gjë. Allahu është i bukur dhe e don gjën e bukur. Pra e don të bukurën në përgjithësi. Sensi për të bukurën është po themi pjesë e besimit, pjesë është pjesë e besimit. Besimtarit. Pra në këtë mënyrë çfarë bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nxit besimtarin musliman që ai të flas bukur, të vishet bukur. Kupton, të duket bukur, të eci në mënyrë të hishme, të jetë fisnik, pra në fjalët e tij, në qëndrimin e tij, në veshjen e tij, në ecjen e tij, pra të reflektojë mirësi në të gjitha, si themi, nivelet ose në të gjitha fushat e jetës. Dy problemet që ka shoqëria sot, hoç, po themi shoqëria jona aktuale, që vuan janë kryesisht zhurmat, pra ndotja akustike, edhe zënia e hapësirave publike. A ka hadithe që i zgjidhin edhe këto probleme? Islami është zgjidhje për çdo gjë. Zënia e hapësirave publike çfarë bën? Kemi dëgjuar në televizion që njerëzit mallkojnë. Që këta që e kanë zënë këtë parkun e fëmijëve ose lulishten, Zotit mos ja bëjnë mbar. Instinktivisht e nxjerrin atë mallkimin e vet, o Zot, kur ngushtohet rruga, kur prishet një park, mos u bëft kjo ose mos e shijofshin etj. Njerëzit mallkojnë sepse u zihet fryma, pra një ambient, si themi neve, i përbashkët, një park, një lulishte, një cep, një kënd që ka qenë i vlefshëm për fëmijët, ku mund të luanin, që sot nuk luajnë. Pra kjo sjell zemrimin dhe mallkimin e njerëzve ndaj dhe Islami, feja jonë e dashur, feja islame, feja jonë madhështore, ka hadith për këtë dhe thotë që mos e vendosni veten tuaj në vende ose në pozicione ku mund të merrni mallkimet e njerëzve. Gjithashtu ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për prerjen e pemëve, që bëjnë fruta dhe bëjnë hije. Ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kryerjen e nevojës, domethënë personale në rrugë, por dhe në poshtë pemëve. Përse? Sepse hijet e pemëve janë vendet ku njerëzit rrinë dhe si çlodhen në hijen e pemëve. Pra dëmtimi i hapësirave publike, po themi pastërtia në rrugë e tyre është sebeb që pastaj njerëzit mallkojnë pavarësisht se nuk e di kush e ka bërë. I mallkimit, prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë mos e vendosni veten tuaj në vende ku mund të merrni mallkimet e njerëzve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, na ka porositur që të mos e zejmë rrugën. Edhe rruga nuk duhet zihet, rruga pra e përgjithshme. Jo vetëm kaq, dhe në lidhje me etikën dhe me sjelljen e muslimanit ka thënë iyakum turuqat, ka thënë. Është një hadith shumë i këndshëm, shumë madhështor, thot kujdes nga qëndrimi kot në rrugë. Kujdes nga qëndrimi kot në rrugë. I kanë thënë dërgumi i Zotit, po ne në muhabet që mund ta kemi, qëndrojmë këmbë shpejt bëjmë një muhabet, ka thënë nëse duhet me do e mos që të konsumoni muhabet në rrugë, thot atëherë jepni rrugës hakun e vet, jepni selam njerëzve që kalojnë, ulni shikimin, mos shikonin haram, silluni mirë me njerëzit, mos ofendoni. Edhe normalisht mos e bllokoni. Mos bllokoni rrugën, a kupton? Edhe të gjitha këto, nëse ju është e domosdoshme që të qëndroni patjetër në rrugë, minimalisht do zbatoni këto kushte që janë, që sapo i përmendëm. Unë pyeta edhe për zhurmat. Ka diçka për ndotin akustike në për zhurma. Shikoj, zhurma është disa llojesh. Ose nëse do ta ndajmë shumë trash, në vija shumë të gjera, është dy llojesh. Zhurmë e shkaktuar si i themi ne si pasojë e zhvillimit teknologjik, që janë makinat, janë zhurma e përditshme e makinave, edhe zhurma tjetër që shkaktohet nga njerëzit. Qoftë edhe përmes teknologjisë, ngritjes zërit televizionit, muzikës, makinës, të shtëpisë, lagjes etj. Atëherë, kjo e para është diçka si e pashmangshme, për shkak se bëjmë pjesë në një jetë, në një qytet të zhurmshëm, sa më i madh të qyteti, sa më shumë rrugë të ketë, sa më shumë makina dhe popullsi të ketë, aq më i zhurmshëm është. Dhe kësaj nuk kemi çfarë bëjmë. Me këtë duhet merret shteti. Shteti është ai që bën rregullimin, është rregullatori për qetësimin dhe paksimin e qarkullimit makinave me metodat që kanë përdorur vendet e tjera dhe nuk kemi as të parat, as të fundit. Kurse ndotja akustikës për shkak të njerëzve, këtu pastaj Islami ka rregullat të qarta dhe hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Për shembull, në Kuranin famlar unë desha të përmend këshillat që ka thënë profeti Lukman alayhis salam birit vet. Një nga këshillat që i ka thënë waghdud min sautik. I ka thënë ule zarin, i ka thënë. Kur të flasësh me njerëzit fal me zë të ulët, me zë të qetë, mos bërtit, mos u qirr. Pra nuk është e vërtetshme. Të bërtiturit. Përkundrazi, e bërtitura është cilësi shtazore, nuk është njerëzore. Njerëzit Allahu xhaleshanu i ka pajisur me logjik, me mend, edhe duhet tek njeriu të prevalojë logjika në bisedë, në debat dhe në çdo gjë tjetër, dhe ngritja e zërit nuk është argument asnjëherë, por kalon tek pjesa shtazore, se njeriu ka dhe pjesën e tij shtazarake, të cilën duhet mundohet ta shtyp, ta mbaj poshtë, edhe të nxjerrën pa pjesën e tij shpirtërore, morale. Pra ka porosi kuranore dhe profetike edhe për, po themi, nivelin e zërit, edhe për mënyrën se si qëndrojmë, edhe mënyrën se si sillemi, edhe për pastërtinë, edhe për buzëqeshjen, edhe për veshjen. Për buzëqeshja, për shembull, buzëqesh thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot të buzëqeshës thot përpara vëllait tënd, thot ajo është sadaka, thot. Pra një buzëqeshje që ti askush nuk e mendon që buzëqeshja në Islam të jep një sevap. Prandaj është shumë e rëndësishme, unë e përmenda pak më parë që thash lidhja e sevapit me veprimet e duhura ose kushtëzimi i disa veprimeve me sevap, qofshin edhe veprime shumë të themi të vogla ose të papërfillshme nga njerëzit në fakt në përditshmërinë tonë, e bën besimtarin musliman që ti kushtoj rëndësi qoftë sado e vogël një veprim i tillë, siç është fjala për buzëqeshjen. Buzëqesh. Domethënë kush pra transmeto pozitivitet, mirësi, siguri dhe mirësi dhe një lloj gatishmërie që nëse para tjetër kërkon diçka, e ka rrugën e hapur. Ky është Islami. Islami është selam. Fjala Islam do të thotë paqe. Kur e përshëndesim njëri tjetrin, çfarë themi? Selamu aleikum. Paqja qoftë mbi ty. Ai tjetri thotë wa aleikum selam. Thotë edhe mbi ty qoftë paqja. Pra përhapja e mirësisë, përhapja e dashurisë, përhapja e paqes, që nga përshëndetja besimtari musliman do t'i thotë tjetrit që unë me ty nuk kam asgjë të keqe. Unë me ty nuk kam armiqësi. Unë me ty kam vetëm harmoni, dashuri, bashkëpunim për punë të mira, jo për të këqija. Edhe kjo sjell gjithmonë përmirësim kur muslimani është i nxitur që për sjellje të mirë, për fjalë të mira, për vepra të mira, për etikën e mirë, edhe estetikën, për paraqitjen e bukur, të duket bukur dhe mirë kudo, gojë ëmbël, fjalë mirë. Ky është një qëllim nga qëllimet kryesorë të Islamit, i cili përhap paqen, harmoninë dhe mirësinë në këtë botë para se të fitojmë shpërblimin e Zotit dhe kënaqësinë e tij në botën. Por se unë falenderoj shumë për këtë bisedë që bëm bashkë, për këto këshilla dhe për këtë rifokusim të haditheve dhe të ajeteve kuranore, të cilat përmirësojnë në mënyrë të jashtëzakonshme jetën e besimtarit, por se dhe besimin e tij. Zoti shpëlbef. Amin dhe juve. Të ndërrohet miq, këtu e mbyllim edhe këtë takim të sotëm, folëm për këto dimensione të fesë islame, të cilat lidhen me imtësitë e jetës së besimtarit, po të cilat kanë ndërtuar civilizim prej të cilës bota sot e kësaj dite ka vështirë të mbrinë ato nivele. Kështu që duket se jeta e besimtarit është shumë e pasur, po ndërkohë dhe shumë e thjeshtë. Mjafton të kthehet tek modeli profetit Muhammed, tek ajetet kuranore, tek porositë e fesë së tij, dhe kështu jeta e tij do të bëhet më e fizshme, më e moralshme, por dhe më e hijshme. Unë falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish së bashku nesër. Deri atëherë kalofshi sa mirë.